Mirë, zënë Tabaku, kjo përse takon buxhetit, por më pëlqen gjatë të shtunave në studio të trajtoj të ftuarit edhe si personazhe, kam fjalën për nga mënyra e të intervistuarit. Kështu që I kam ndjekur në fakt javët e fundit, i kam ndjekur. Po është një mënyrë për të prekur nga pak edhe tematika tjera. Pa dashur të kthej ke zgjedhjet e 11 maj 2025, por gjithsesi për ta marrë një ekstrakt që ndoshta tani mund të kuptohet më mirë kur flitet më ftohtë. Apo jo. Ju, zonja Tabaku, fituat në një garë brenda Partisë Demokratike, e cila ishte ashpër dhe shumë kush edhe nuk ja doli. A ju ka ardhur ndonjëherë keq që përballja juaj ishte më e fortë krahasuar me tjerët? Shikoj, ne kemi diskutuar bashkë në një aspekt tjetër, në fakt. Ndaj dhe po e bëj pyetje ndryshe. Nuk ka qenë një vit i lehtë, ka qenë një vit sfidash, dhe sfidash fjalë diplomatike për të përdorur në këtë rast. Nuk ka qenë e drejtë për mua. Besoj që unë mendoja që mund kisha pasur një rrugtim tjetër gjatë këtij viti, po ky rrugtim nuk është se më bëri keq, më bëri mirë. Më bëri mirë për situatën në parti dhe për pozicionin tim atje, po më bëri mirë edhe përballja me qytetarët, se të shkundin, njerëzit të shkundin, të sjellin në realitet. Edhe fushata. Edhe fushata, patjetër. Domethënë neve mund na qellojë që ndodhemi në një realitet tjetër, ne kemi një perceptim tjetër për vete, po nuk ka matës më të mirë se sa të ulesh atje këmbgryq me njerëzit dhe ta kuptosh ajo që ke bërë në këtë rrugtim këto vite. Ka qenë rruga drejt apo jo? Dakord, por kur ishin diskutimet për kandidatin, për nëse do të kishte zgjedhje të Bashkisë për Tiranën, u lakua shumë emri juaj dhe emri i zotit Ali Mehmetit. Sa më tepër ju edhe si grua për të patur modelin e një gruaje në krye të Bashkisë të Tiranës për gjithë ata që besojnë tek opozita apo besojnë për një qytet ndryshe. Ka ndonjë moment që mund ta keni rimenduar që joja mund të jetë edhe po, dhe jo gjithmonë jo? Shiko, për rrugtimin... Sepse ju e zgjodhët rrugën, thatë që në fillim jo. Për këtë rrugtimin që unë kam pasur gjatë këtij viti, unë besoj që i kisha bërë mjaft beteja. Do ishte e tepërt, do ishte jo e tepërt, po do egzageronte edhe luftën dhe angazhimin tim. Bashkia e Tiranës nuk të gënjej dot që të them që nuk më pëlqente. Ka qenë vendi që kam mësuar më shumë. Edhe është dhe vendi që ti ndihmon njerëzit, domethënë politika në veprim aty shihet më mirë se kudo tjetër. E kujtoj me nostalgji atë. Po është një vend i cili ka një natyrë tjetër pune, ka një natyrë tjetër edhe përballje, ka një natyrë që për mua është në të shkuarën. I ka marrë maksimumin asaj eksperiencë, nuk besoj. Nëse do të ishit në një garë, mund ta mendonit veten fituese? Kënaqësia e momentit lidhej me faktin që njerëzit mendonin që unë mund ta fitoja. Dhe sigurisht që edhe që mund t'i futesha unë kësaj gare, dhe për mua nuk ka satisfaksion më të madh, se sa antarët e Partisë Demokratike, strukturat, njerëzit, qytetarët mendonin që kjo mund ta bëj. Po për mua këtë vit ishte mjaft. Qartë. Kujtoj që duke planifikuar intervista bashkë në studio në momentin që ende numërohej, ishin ato ulje ngritjet e rezultateve, herë më dukeshit pesimiste, herë më dukeshit shumë optimiste, dhe dua ta lidh me pyetjen, kur ka qenë momenti që menduat, ok, nuk ja dola, dhe momenti që po fitoj? Tani, kanë qenë ditë me të vërtet edhe fizikisht, po edhe emocionalisht shumë sfiduese. Mendoj që ishte e padrejtë që gara ishte mes meje dhe Ilirit. Sepse gjykoj që Iliri është një figurë që i bën mirë Partisë Demokratike dhe duhet të ishte në parlament. Dhe më vjen mirë që e shoh akoma të angazhuar, se shumë njerëz edhe mundet ishin tërhequr. Shikoni se unë kam pas një moment, ka qenë pothuajse një javë përpara ditës zgjedhjeve, ku kisha arritur një limit dhe një lodhje që thash nuk e dija ja dal dot. Mjaft është mjaft. Domethënë kisha arritur një lodhje që ishte nuk e di se si motivohesha për të shkuar. Edhe angazhimi i fushatës kësaj radhe, unë çdo herë në çdo fushat dal der më der, po kësaj radhe ishte territori, gjeografia shumë e madhe. Momentet e para kur filloi numërimi, sigurisht që ishin emocione të një natyre tjetër. Nuk ishin lidhje me asnjë emocion politik deri në ato moment. Fëmijët e mi vinin nga shkolla dhe më pyesnin mua edhe sa vota ka. Domethënë, ai momenti aty unë nuk durova dot, domethënë, dhe edhe emocionalisht them të drejtën isha e prekur, se merdi keq që i përfshiva për herë të parë dhe merdi keq edhe si po e përjetonin ato.
edhe prej familjes dhe prej atyre i thash nuk ka rëndësi mami sido që të shkoj unë arrita deri këtu. Në atë moment nuk kishte rëndësi pastaj se si shkonte. Nuk e di